Kolegji Universitar Logos është një institucion privat i licencuar në vitin 2009. Veprimtaria e tij është pjesë e Fondacionit Logos, institucion jo fitimprurës. Emri Logos dhe motoja shoqëruese e tij, dritë dhe fuqi jete, përmbledh me pak fjalë kuptimin dhe qëllimin e krijimit dinamik akademik me këndvështrim të hapur, pasurimi i mendimit njerëzor, studim kërkimor, zgjerimi dijes, trajnimi të rinjve të kualifikuar që do të punojnë dhe ndihmojnë në zhvillimin shumë dimensional të shoqërisë moderne. Të sapo diplomuarit do të gëzojnë avantazhe dhe dhuratat e dijes, Logos, në mënyrë krijuese, në shprehjen e frymëzimit dhe në fuqinë nga fjala Logos, e cila sjell dritë dhe fuqi për jetën. Që prej vitit 2008, duke ndikur ecurinë e sistemit arsimor në Shqipëri, u krijua Fondacioni Logos, i cili u mbështet në përvojën dhe suksesin e Institutit të Formimit Profesional, Frym Dashurie, nga dolën 2 fakultetet e atëhershme që qenë pjesë e Kolegjit Universitar Logos, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Fakulteti Ekonomik. Në vitin 2018 u shtua edhe Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor. Programet të ofruara nga këto fakultete janë të nivelit bachelor, programe profesionale 2 vjeçare, master profesional dhe master i shkencave në fushat e ekonomisë, shkencave të aplikuara, shkencave humane, artit dhe agrobiznesit. Kolegji Universitar Logos u ideua dhe u konkretizua nga kryepiskopi i ndjer i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos. Kolegji Universitar Logos është një hapësirë dijes dhe formimit të gjithanshëm, ku tradita dhe përkushtimi ndërthuren me përparimin dhe përgatitjen për të ardhmen. Me vizionin e tij të ndriçuar dhe vlerat që udhëheqin, Logos vazhdon të jetë një burim frymëzimi, zhvillimi dhe shërbimi për individin dhe shoqërinë. Në rrugëtimin e gjatë drejt shërbimit të dijes, Kolegji Universitar Logos vijon të përcjell vizionin ndriçues nëpërmjet drejtimit me përkushtim dhe dashuri nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, njëherëzi presidenti i Fondacionit Logos, për lumturia e tij, Im Zot Johani. Roli i arzakonshëm i kryepiskopit Johan si bashkëpunëtor në ngritjen dhe forcimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, së bashku me institucionet e krijuara prej saj, mundëson drejtimin e Kolegjit Universitar Logos, duke forcuar mëtej misionin e tij për të qenë dritë dhe fuqi jete. Përlumturia juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Im Zot Johani. Të nderuar etër dhe përfaqësues të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve publike, të nderuar përfaqësues në institucionet të arsimit, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, i nderuar mitropoliti Korçës, njëherëzi drejtori ekzekutiv i Fondacionit Logos, Hirsi Anastasi, i nderuar zoti rektor, i nderuar zoti administrator, të dashur miq, kolegë, partner të Kolegjit Universitar Logos dhe padyshim protagonistët e kësaj mbrëmjeve, student dhe ish student së bashku me miq dhe të afërmit tuaj. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të Kolegjit Universitar Logos. Një mbrëmje veçantë Një mbrëmje veçantë kushtuar studentëve tanë, të cilët sot kurorëzojnë me sukses një etapë të rëndësishme të jetës së tyre akademike. Unë quhem Amelisa Marko. Jam nxënëse e shkollës Frym Dashurie në Durrës dhe jetoj në shtëpinë ortodokse të Shpresës, një institucion i themeluar nga fortlumturia e tij, kryepiskopi i ndjer Anastas, i vendosur pranë Departamentit të Teologjisë dhe Kulturës. Formimi im arsimor dhe njerëzor është ndërtuar mbi vlerat e besimit, dijes, shërbimit dhe përgjegjësisë ndaj tjetrit, vlera që kanë ushqyer dëshirën time për të vazhduar rrugëtimin akademik në këtë frym. Pikërisht, duke u nisur nga ky formim, synimi im është të bëhem pjesë e këtij kolegje, ku besoj se do të kem mundësinë të thelloj njohuritë, të zhvilloj më tej aftësitë e mia. Për mua, ky institucion përfaqëson vazhdimsinë natyrore të një rruge të ndërtuar mbi përkushtimin, përgjegjësinë dhe dashurinë për jetën.
Unë quhem Katerina, jam nxënëse e shkollës Frymdashurie të Fundacionit të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë. Gjithashtu, kam bekimin të jem pjesë e Shtëpisë Ortodokse të Shpresës, e themeluar nga kryepiskopi Indier Anastas. Një vend me dashuri, shpresë dhe përkushtim. Është nder dhe gëzim të jem këtu sot me ju në këtë ceremoni diplomimi. Si shumë të rinj, edhe unë kam një ëndër, që një ditë të jem studente në auditorët e Kolegjit Universitar Logos. Sot ne festojmë përkushtimin, këmbguljen dhe punën tuaj të palodhur. Diploma që do të merrni është fryt i viteve të studimit, i sfidave të kapërcyra dhe i besimit tek ëndrat tuaja. Në emër të Kolegjit Universitar Logos, ju urojmë që ky të jetë vetëm fillimi i një rrugëtimi të suksesshëm profesional dhe personal. Besoni në aftësitë tuaja, ecni përpara me guxim dhe mos rreshni kurrë së mësuari dhe së kontribuari në shoqëri. Një falenderim i veçantë shkon për drejtuesit, stafin akademik dhe administrativ të Kolegjit Universitar Logos, të cilët kanë qenë udhërrëfyes dhe mbështetës të studentëve gjatë këtij rrugëtimi. Mirënjohje gjithashtu për prindërit, familjarët dhe miqt që me dashuri, besimin dhe përkrahjen e tyre kanë qenë pjesë e pandarë e këtij suksesi. Le t'i dhurojmë një dhuratë të kite të ngrohtë të gjithë protagonistëve të kësaj mbrëmje. Dhe tani, përpara se të vijojmë me programin e ceremonisë, ju ftojmë të ndjekim së bashku një video me disa çaste nga kujtimet e viteve të kaluara, me momente nga jeta universitare dhe kujtime që me siguri do të zgjojnë emocione të veçanta tek secili prej nesh.
Logos, profesor doktor Ilia Ninka, për fjalën e tij përshëndetse. Përgëmturia juaj im Zot Joani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, presidenti i Fondacionit Logos, doktor honoris causa. Erësi Anastasi Mitropoliti Korçës, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Logos. Të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar etër, i nderuar akademik Vasil Tole, kryetar i bordit të administrimit, të nderuar autoritete, të nderuar të ftuar, të dashur diplomant, të dashur prindër, të dashur kolegë. Jemi mbledhur sot në këtë takim kaq solemn për të nderuar diplomantët, të cilët me pasionin dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm dëshmuan se justifikuan besimin e familjeve të tyre, edhe tonin gjithashtu. Ju të dashur diplomantë, vendosët një kur të rëndësishëm kilometrik në rrugëtimin tuaj, duke pasur të qartë se diploma e fituar nuk dëshmon vendmëritje, por piknisje në një faze të re të jetës tuaj, duke hyrë në tregun e punës, ku do t'u presin sfida të reja, të cilat me punë të palodhur dhe guxim do t'i përballoni me sukses. Gjatë viteve që kaluan në Logos, dëshmuam se me përpjekje të përbashkëta, me këmbëngulje dhe dashuri për njëri tjetrin, ka përkthehet çdo vështirësi. Ka qenë një privilegj për ne t'ju shihnim si riteshit çdo ditë, duke zhndruar në personin që jeni sot, me plot pasion dhe vendosmëri, të aftë për të ndërtuar një karrierë të suksesshme. Ju ishit dëshmitar se si krahas jush, rritej dhe vetë kolegji, duke u pasuruar me programe të reja studimi, me laborator të rinj, me risi inovative dhe inteligjencën artificiale. Në një ceremoni të tillë festive, nuk mund të mos shprehen falënderimet për partnerët tanë që janë bërë pjesë e pandashme e mbarvajtjes së procesit mësimor, duke mundësuar praktikat profesionale, internshipet dhe çdo aktivitet tjetër edukativ apo sportiv. Bashkëpunimi dhe ndërtimi partneriteteve me organizata jashtë institucionit është jetësor për arritjen e vizionit dhe përmbushjen e misionit të Kolegjit Universitar Logos. Kolegji Universitar Logos ka bashkëpunime me institucione dhe organizata të llojeve të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe institucione të arsimit të lartë, me institucione qeveritare, me institucione shëndetësore, me organizata profesionale, me organizata të biznesit dhe të shërbimit. Këto bashkëpunime dhe partneritete mundësojnë përvoja praktike për studentët, shkëmbim të personelit dhe të studentëve, ofrojnë mundësi punësimi për të diplomuarit, mundësojnë veprimtari të përbashkëta kërkimore, trajnime, dhënie konsulence dhe ekspertize dhe transferim teknologjie. Nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve, Kolegji Universitar Logos përcjell përvojën e vet më të mirë tek partnerët dhe jep kontribut në zhvillimin e shoqërisë. Në kuadrin e planit strategjik të zhvillimit, Kolegji Universitar Logos ka përcaktuar disa objektiva në fushën e bashkëpunimit, që synojnë shtimin dhe zgjerimin e partneriteteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të mbështetur mësimdhënien, të nxënit, kërkimin, punësimin e studentëve dhe shkëmbimin e përvojave. Leksionet e hapura të mbajtura nga profesorë të shquar nga Europa dhe vendi, konferenca shkencore, si nga ana e stafit ashtu dhe nga studentët, kanë gjallëruar jetën akademike dhe na kanë lidhur më ngushtë me njëri tjetrin, duke hedhur hapa të rëndësishëm drejt shkrirjes së mësimdhënies me kërkimin shkencor. Vizitat e studentëve në kuadrin e projektit Erasmus Plus në universitetet europiane kanë bërë që të afrohen më shumë programet tona me ato të këtyre universiteteve, duke krijuar premisa të qëndrueshme
për ndërtimin e programeve të përbashkëta të studimit. Këto bashkëpunime janë pjesë e strategjisë së ndërkombëtarizimit. Faleminderit prindërve që na besuan edukimin tuaj, gjë që shpresojmë ta kemi kryer më së miri. Faleminderit e stafit mrekullueshëm akademik dhe administrativ që punon me përkushtim dhe kompetencë shkencore për të transmetuar në mënyrë sa më efektive dijet dhe njëkohësisht duke ju dëshmuar se për ne janë të huaja barierat ndarse pedagogu nga një anë, studenti nga ana tjetër. Të gjithë së bashku kemi dalë përballë dijeve dhe shkencës dhe me të njëjtin synim që ato të bëhen edhe prona juaj. Ndihma ndaj jush është shprehur dhe nëpërmjet një sistemi të avancuar bursash studimi, i cili nuk kufizohet vetëm me studentët ekselent, por edhe me ata me të ardhurat pamjaftueshme ose student me aftësi ndryshe, duke bërë që 1/3 e juaj të jetë përfitues i kësaj ndihme. Falënderime shkojnë edhe për bordin e administrimit, që me mirëkuptimin e shkëlqyer të treguar ndaj nesh na kanë mbështetur vazhdimisht në plotësimin e kërkesave të procesit mësimor e shkencor, si dhe për këshilltaren akademike, profesore Dimitra Kukura. I nderuar folëmëria juaj, im Zot Johani, stafi akademik i Kolegjit Logos, i vetëdijshëm për mision e lartë të kolegjit ju është thellësisht mirënjohës për kujdesin e veçantë që tregoni për rritjen dhe modernizimin e procesit mësimor e shkencor në Kolegjin Logos. Ne do të vazhdojmë të punojmë pa u lodhur, duke pasur si udhërrëfyes këshillat tuaja të vyera, si dhe trashëgiminë e pasur dhe vizionin e të ndjerit kryepiskop Anastas. Kolegji Logos është për ne jo vetëm tempulli i dijes, por dhe rrezatuesi i dritës dhe i fuqisë së jetës që formon karakterin e secilit. Tani të gjithë ju të dashur diplomant, jeni me shikim përpara, me shikim drejt të ardhmes në kërkim të një vendi pune, ku do të skalitet më tej individualiteti i spikatorit secilit prej jush, që do t'ju shquaj prej kujdo tjetër. Ju e dini shumë mirë se diploma e fituar nuk përbën qëllimin e jetës. Ajo thjesht është një mjet që vë para përgjegjësive të reja dhe më të vështirat se studimi, dini gjithashtu se libri nuk duhet lënë minjan, sepse vazhdimisht gjatë jetës do t'ju duhet përsëri të mësoni, por ju njëkohësisht tashmë keni me vete çelësin që u aportën e suksesit. Ky çelës është pasioni për punën. Gjithmonë me dashuri për punën, për njëri tjetrin, me gëzim dhe për pa u ligështuar, asnjëherë para vështirësive që mund të ndeshni, por me besim dhe shpresë të ndërtoni me guxim të ardhmen tuaj. Ju uroj dhe një herë punë të mbarë, shëndet dhe shumë suksese. Ju falemnderit. Faleminderit profesor. Ftojmë administratorin e Kolegjit Universitar Logos, zotin Naum Mile, për përshëndetjen e tij. Folëmëria juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, im Zot Johani. Të nderuar etër të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, përfaqësues të institucioneve publike si dhe trupit diplomatik, i nderuar drejtori ekzekutiv i Fondacionit Logos, Mitropoliti i Korçës Ilsi Anastasi, të dashur miq dhe koleg, të nderuar prindër, të dashur student që celebroni sot diplomimin tuaj. Gjatë viteve që kam nderin të jem administrator i Kolegjit Universitar Logos, kam qenë dëshmitari për përpjekjeve që institucioni ka bërë për të mundësuar studentëve tanë më të mirën. Nuk ka qenë e lehtë, por ndihma në të vërtetë ka qenë shumë e madhe. Ne jemi një organizëm jo fitimprurës në shërbim të studentit, në shërbim të së tashmes dhe të së ardhmes, të mira studentëve që zgjedhin të formohen pranë auditoreve tona. Ky është viti i 15 i diplomimit të studentëve tanë. Në total, deri më sot, janë diplomuar 1566 studentë. Ne kemi 2 kampuse, ne kemi 19 programe dhe çdo vit kemi programe të reja. Kemi të punësuar mesatarisht 130 punonjës, nga të cilët rreth 80 me kohë të plotë në vit. Japim bursa, sikurse i përmendi dhe rektori,
vetëm 3 vitet e fundit kemi dhënë bursa për 204 student me një vlerë prej 240.000 euro. Një ndihmë dhe mbështetje gjithmonë nëpërmjet Fondacionit Logos nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Ne akoma në fakt jemi një institucion i vogël, por me dëshirë të madhe dhe këmbëngulje për të rritur dhe për të ofruar më shumë mundësi për të rinjt tanë. Ne duam një të ardhme më të mirë për studentët tanë, po përpiqemi që këtë të ardhme ta ndërtojnë këtu, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jemi falendërues të gjithë atyre që janë përpjekur dhe kanë dhënë kontributin në krijimin dhe rritjen e këtij institucioni të mrekullueshëm. Mirënjohje të përjetshme vizionarit që mbrojti idenë e krijimit të Kolegjit Universitar Logos, akademiku të njohur mbar botërisht, kryepiskopit të përkujtueshëm Anastas. Falënderim. Falënderim për drejtorin ekzekutiv të Fondacionit Logos, Mitropolitin e Korçës Im Zot Joanit. Falënderim për antarët e bordit drejtues të Fondacionit, si dhe antarët e bordit të administrimit, akademikun profesor Dr. Vasil Tole, kryetari, akademikun profesor Dr. Kosta Barjaba, profesor Dr. Sokol Mëngjesi, Dr. Adrian Nacho dhe Dr. Olda Qiqo. Falënderim nga zemra për gjithë personelin akademik, administrativ dhe sigurisht për ju të dashur student. Me dashuri atërore, falenderojmë thellësisht kryepiskopin Joan, njërazi presidenti Fondacionit Logos, i cili me dashuri drejton kujdes dhe me kujdes Kolegjin Universitar Logos. Kemi gjetur mbështetje të madhe dhe vetë kryepiskopi Joan përçon vizionin për një mision dije me vlera që ndihmojnë shoqërinë tonë. Faleminderit. Me shumë emocion, ju drejtohem juve studentëve, që në këtë ditë celebroni një arritje jo pak të rëndësishme, kur orëzohen përpjekjet tuaja bashkëpunimi me njëri tjetrin dhe me stafin akademik. Tashmë ju jeni mjaftueshëm të pjekur dhe të formuar për të diplomuar dhe për të fitluar jetën e profesionistit. Por edukimi në fakt nuk është thjesht një arritje një momenti, por një zakon i cili do të vazhdoj të ju shoqëroj çdo ditë jetës tuaj. Na keni besuar të ardhmen e profesionit tuaj dhe ne jemi të sigurt që kemi bërë gjithçka për të justifikuar këtë besim. Stafi akademik, por edhe administrativ, ka qenë gjithmonë pranë jush për të dhënë pjekurinë e duhur, orientimin e saktë dhe dashurinë për edukimin. Jo çdo përpjekje arrin në fakt me njëherë suksesin. Ka përpjekje frytet e të cilave ndonjëherë do t'i kuptoni dhe më vonë. Kështu ndodh me arsimin. Nga ndonjëherë do të shikoni që e rëndësishme është që nuk humbet asnjëherë. Dhe vite më vonë do të kuptoni se njohuria në fakt ju afron më pranë të së vërtetës, ju afron më pranë jetës. Tashmë keni përmbushur një orientim profesional, por sfidat e vërteta do të fillojnë me punën tuaj. Kujtoni gjithmonë fjalat dhe mësimet e pedagogëve, të cilët nuk janë kursyer. Do t'ju vlejnë edhe në jetën tuaj në vazhdim. Mundohuni të shfrytëzoni gjithë çfarë përfituat në Kolegjin Universitar Logos dhe synoni suksesin. Gëzoni miqt dhe familjarët dhe sigurisht na bëni edhe ne si institucion krenar. Ishte një rrugëtim i bukur së bashku dhe tani më sikurse edhe prindrit e kuptojnë se ka ardhur momenti që fëmia është mjaftueshëm i maturuar për të nisur jetën e tij, po ju lëm të largoheni për të ndërtuar një jetë profesionale të bukur dhe të pandar nga vlerat njerëzore që kolegji ynë është përpjekur t'ja u përcjellë. Na keni bërë krenar, prindrit i keni bërë të lumtur, shoqëria ku jetoni do ta kuptojë së shpejti vlerën dhe nevojën për ju. Në këtë ditë veçantë dhe të bukur, kam vetëm urime dhe falenderime. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e historisë së Kolegjit Universitar Logos. Fjala, arsyeja dhe dija që keni marrë nuk janë thjesht përgatitje për jetën. Ato janë vetë jeta dhe mjetet me të cilat do të ndërtoni botën e së nesërmes. Qofshi profesionist të mirë, por mbi të gjitha qytetar të mirë të këtij vendi. Urime dhe shumë suksese.
antarin e bordit, profesor doktor Sokol Mëngjesin, për fjalën e tij përshëndetse. Nderuar fortlumturi, Kryepeshkop Joani, të nderuar klerik, i nderuar rektori i Universitetit Logos, të nderuar profesor, pedagog dhe punonjës të kolegjit, të nderuar prindër, familjar dhe të ftuar, dhe mbi të gjitha të dashur të diplomuar. Sot është një ditë feste, një ditë që mbart emocione të veçanta për secilin prej jush. Është dita kur një rrugëtim i gjatë, i mbushur me përpjekje, sakrifica, pritshmëri dhe ëndra, merr një formë konkrete në diplomën që do të merrni në duar. Kam privilegjin të jem sot këtu, jo vetëm si antar i bordit të kolegjit, por edhe si njeri që beson thellësisht se arsimi mbetet investimi më i madh që një shoqëri mund të bëjë për të ardhmen e saj. Në jetën e çdo njeriu ka disa momente që shërben si pikë these. Diplomimi është një prej tyre. Nuk është fundi një historie, është fillimi një kapitulli të ri. Sot ju mbyllni një etapë të rëndësishme, por njëkohësisht hapni derën drejt një bote ku përgjegjësitë do të jenë më të mëdha, sfidat komplekse dhe pritshmëritë më të larta. Në një kohë kur informacioni disponueshëm me një klikim të inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si ne jetojmë, mund të lind pyetja: çfarë bën ende universitetin kaq të rëndësishëm? Përgjigjja është e thjeshtë. Universiteti nuk mëson vetëm të dini, ai mëson të mendoni. Nuk ju përgatit vetëm për një profesion, ju përgatit për jetën. Njohuritë teknike janë domosdoshme, por ato nuk mjaftojnë. Një shoqëri nuk ndërtohet vetëm nga njerëz të aftë. Ajo ndërtohet nga njerëz të ndershëm, të drejtë, të përgjegjshëm dhe të gatshëm të vendosin të mirën e përbashkët mbi interesin personal. Ky është misioni më i madh i çdo universiteti serioz. Dhe besoj se Kolegji Universitar Logos ka synuar pikërisht këtë, të formojë jo vetëm profesionistë të mirë, por edhe njerëz të mirë. Në historinë e qytetërimit, universitetet kanë qenë gjithmonë më shumë se sa godina ku zhvillojnë leksione. Ato kanë qenë vende ku janë formuar idetë që kanë ndryshuar botën, vendet ku janë kultivuar liria e mendimit, dialogu dhe kërkimi së vërtetës. Sot jetojmë në një epokë paradoksale. Kemi më shumë informacion se kur më parë, por jo domosdoshmërisht më shumë urtësi. Kemi teknologji të jashtëzakonshme, por shpesh na mungon durimi për të dëgjuar njëri tjetrin. Kemi mundësi të pafund me komunikimi, por jo gjithmonë arrim të ndërtojmë marrëdhënie të vërteta njerëzore. Prandaj arsimi nuk mund të kufizohet vetëm në transmetimin e dijes, ai duhet të formojë karakterin. Në këtë drejtim, prania sot mes nesh e fortlumturisë të Kryepeshkopit Joan na kujton një të vërtetë të rëndësishme, se dia dhe morali nuk janë kundërshtar, por aleat. Shkenca dhe besimi kanë rrugë të ndryshme, por të dyja kërkojnë të vërtetën dhe i shërbejnë dinjitetit të njeriut. Kur ecim në dialog dhe respekt të ndërsjellët, ato e pasurojnë njëra tjetrën dhe kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më humane. Të dashur student, ju do të hyni në institucione publike, kompani private, spitale, shkolla, gjykata, zyra, laboratora apo sipërmarrje. Kudo që të shkoni, njerëzit nuk do të gjykojnë vetëm nga diploma që mbani në duar, do të gjykojnë nga mënyra se si silleni, nga fjala që mbani, nga përgjegjësia që do të merrni, nga ndershmëria me cilën ushtroni profesionin, nga respekti që tregoni për dinjitetin e çdo njeriu. Në fund të fundit, reputacioni ndërtohet më shumë nga karakteri se sa nga titujt. Mos harroni se sukses nuk është vetëm të arrini lart, suksesi është të arrini lart pa shkelur të tjerët. Suksesi është të fitoni pa humbur integritetin. Suksesi është të jeni të dobishëm për shoqërinë. Shqipëria ka nevojë për brezin tuaj. Ka nevojë për mjek që shohin pacientin si njeri dhe jo si statistik. Ka nevojë për juristë që mbrojnë drejtësinë dhe jo interesin. Ka nevojë për ekonomistë që ndërtojnë mirëqenie me përgjegjësi, ka nevojë për mësues që frymëzojnë, ka nevojë për sipërmarrës që krijojnë vende me pune me ndershmëri. Ka nevojë për profesionistë që nuk largohen nga vlerat edhe kur askush nuk i sheh. Ne shpesh flasim për ikjen e të rinjve. Është e kuptueshme që secili kërkon mundësi më të mira, por dua t'ju them diçka. Kudo që të jetoni, mos e humbni lidhjen me vendin tuaj. Mos harroni gjuhën, familjen dhe universitetin ku formuat. Dhe mbi të gjitha, mos harroni se identiteti nuk është pengesë për suksesin ndërkombëtar. Përkundrazi,
Ai është forca që ju jep rrënjë ndërsa synoni horizontet më të largëta. Sot dua të shpreh mirënjohjen më të sinqertë për trupën akademike të Kolegjit Universitar Logos. Pedagogët nuk japin vetëm leksione, ata formojnë mendësi, mbjellin kureshtje, ata ndezin dritën e dijes që vazhdon të ndriçojë edhe shumë vite pas diplomimit. Një falënderim i veçantë shkon edhe për prindrit e familjet tuaja. Pas çdo studenti të diplomuar ka një histori sakrifice, ka net shqetësimi, ka mbështetje morale, ka besim, ka dashuri. Kjo diplom është edhe e tyre. Dhe tani dua t'ju drejtojmë dhe njëri juve të dashur të diplomuar. Mos keni frikë nga dështimi. Frikë duhet të keni vetëm nga mungesa e guximit për të provuar. Mos rreshni së mësuari. Diploma është një piknisje, jo një pikë mbërritje. Lexoni, pyesni, dyshoni, kërkoni, mësoni nga ata që mendojnë ndryshe. Ruani për ulësi dhe kur arrini sukses, sepse sa më shumë njeriu mëson, aq më shumë kupton se sa mbetet ende për të mësuar. Si antar i bordit Kolegjit Universitar Logos, ndihem krenar për rrugën që ky universitet ka ndërtuar ndër vite dhe për komunitetin akademik që ka krijuar. Jam i bindur se investimi në cilësitë akademike, në etikën profesionale dhe formimin e plot të studentit është rruga më e sigurt për të ndërtuar një institucion që shërben vendit dhe brezave që vijnë. Të dashur të diplomuar. Nëse pas shumë vitesh do të kujtoni këtë ditë, shpresoj mos të mbani mend vetëm ceremoninë, mantelin apo fotografinë e diplomimit. Shpresoj të mbani mend edhe premtimin që i bëni sot vetes, të jeni me dinjitet, të punoni me ndershmëri, të udhëhiqni me urtësi dhe mos të ndaloni kurrë së kërkuarit të vërtetën dhe të mirën. Në emër të bordit Kolegjit Universitar Logos, ju përgëzoj për arritjet tuaja. Ju uroj rruga juaj të jetë e mbushur me sukses, por dhe me kuptim, me arritje por dhe me humanizëm, me dije dhe me urtësi. Qofshi gjithmonë njerëz si lënë qurm, jo vetëm për atë që dim, por për mbi të gjitha për atë që janë. Urime për diplomimin, Zoti ju bekoft ju, familjet tuaja, Kolegjin Universitar Logos dhe vendin tonë. Ju faleminderit. Faleminderit, profesor. Vitet universitare mbeten të paharrueshme edhe fal njerëzve që japin kuptim procesit të nxënit. Me përkushtim të profesionalizëm, stafi akademik i Kolegjit Universitar Logos ka qenë pranë studentëve në çdo hap të këtij rrugëtimi. Le të ndjekim së bashku një video me përshëndetjet e pedagogëve tanë, të cilët ndajnë disa mendime dhe urime për këtë ditë të veçantë. Ka histori që nuk shkruhen vetëm në diploma. Shkruhen në kohë, në sfida, në njerëz. Ky është ditari i një rrugëtimi. Sot, si të diplomuar të Logosit, ju jeni dëshmia se dia është dritë dhe karakteri është fuqijete për të ndryshuar për mirë Shqipërinë tonë. Kemi punuar fort së bashku për t'i ndërtuar të dyja, ju dhe ne. Dhe sot e dim se ja vlejti. Mirupafshim. Logos është pia juaj. Rritini vlerat me vlerat tuaja profesionale. Çdo provim ka qenë më shumë se një vlerësim me notë. Uroj të vazhdoni rrugtimin tuaj me pasion, përkushtim dhe besim në vetvete. Sot kaluat një sfidë, nesër ju pret një mundësi. Në një botë ku makinat po mësojnë të mendojnë, mos harroni të kultivoni atë që ato nuk mund të kenë, urtësinë, etikën dhe humanizmin. Ekonomia nuk është thjesht njerëz, është ndjesi dhe vendimarrje, urime. Ju pas të rriteni hap pas hapi.
Bota nuk ka nevojë vetëm për njerëz të ditur, por për njerëz që përdorin dijen për të bërë ndryshimin. Bëhu ndryshimin që dëshiron të shikosh në botë. Jam krenare për këtë brez të diplomuarish. Ja dolun me punë, jo me fat. Mendoni si programues, analizoni problemet, kërkoni zgjidhje dhe mos ndaloni së përmirësuari versionin më të mirë të vetes tuaj. U kthyen nga dyshimi në siguri. E ardhmja i përket atyre që jo vetëm përdorin teknologjinë, por edhe guxojnë ta krijojnë atë. E filluan si student, po e mbyllin si profesionist. Ne së bashku shkruajtëm një faqe të historisë tuaj dhe shumë të tjera ju presin. Dhe kështu ditari mbyllet, por kujtimet mbeten. Suksese të diplomuarve! Çdo brez studentësh lër gjurmët e tij në historinë e institucionit. Sot, përfaqësues nga 3 fakultetet do të ndajnë me ne emocionet dhe kujtimet e këtij rrugëtimi. Ftojmë për fjalën e tyre përshëndetse nga Fakulteti Ekonomik, Xhem Hoxha dhe Fatbarda Kalbaj. Atëherë, jam po shumë emocional, përshëndetje. Të gjithëve, unë jam Xhem Hoxha, ju uroj suksese. Sukseset. Kaq. Përshëndetje. Jam Kozeta Hoxha, mamaja e Xhem Hoxhës, që diplomohet sot në Shqipëri. Së pari, falenderoj stafin akademik për punën dhe për kushtimin, profesionalizmin dhe punën e palodhur për formimin e studentëve. Ju urojmë suksese në misionin fisnik, për edukimin dhe frymëzimin e brezave të rinj. Mirënjohje për kontributin tuaj të çmuar. Student të diplomuar. Uroj që ky të jetë fillimi i një rrugëtimi të mbushur me suksese, sfidë të kapërcyera dhe ëndra të realizuara. Besoni në aftësitë tuaja, vazhdoni të mësoni dhe kontriboni në shoqërinë tonë. Ju uroj shëndet, suksese dhe karrierë të ndriçuar. Suksese në çdo hap në të ardhmen. Xhem, sot zemra ime është mbushur plot krenari e gëzim. Ju me punën për kushtimin arritjet të jesh një njeri i mirë dhe një student i mirë. Uroj që ëndrat e tua të bëhen realitet dhe të ecësh me besim drejt së ardhmes. Suksese! Bashkë do ja dalë! Pritëm, urime edhe ju si prindër për në këtë moment të veçantë. Faleminderit. Nga Fakulteti i Shkencave.
përshëndetje pedagog, familjar, miq dhe student. Atëherë, unë quhem Fatbarda Kalbaj dhe jam këtu sot përpara jush të ndaj jo vetëm gëzimin e përfundimit të një cikël studimesh në Kolegjin Universitar Logos, por edhe të një krenarie të një urkëtimit të bukur. Të ulesha edhe një herë në bankat e shkollës në këtë moshë, për mua ishte një vendim shumë i vështirë. Ky vit ka qenë mjaft i ngarkuar me shumë sfida, me shumë lodhje, me net pa gjumë, dhe nga një herë me vete thosha doja dal, ta lë apo të vazhdoj, por tani të ky shoh ju të gjithë dhe këtu e kuptoj që ja vleuti. Sot është një ditët më të mia të veçanta, pasi qëndroj me plot krenari dhe mirënjohje përpara jush si një studente diplomuar në nivelin master profesional Financë Kontabilitet Frankfurt Universiteti. Faleminderit. Fillimisht dua të shpreh falënderime të përzemërta për pedagogët tanë, fillimisht për profesor Arturin, për profesorës Rominën, Jehonën dhe Marianën, që me profesionalizëm dhe përkushtimin na kanë udhëhequr në këtë rrugë në vit akademik. Gjithashtu përshëndet të familjen time, që ka qenë mbështetja më e madhe gjatë këtij rrugtimi me të gjitha sakrificat, ngarkesat e mia dhe sidomos përshëndes dy vajzat e mia, Ailën dhe Ersiolën, që kanë tretuar të njëjtin emocion me mua. Gjithashtu falenderoj Kolegjin Universitar Logos për mundësinë, dijen dhe përvojën e bukur edhe të vlefshme që më ofroi. Mesazhi im për të gjithë, për ata që mendojnë nëse është vonë që të ndryshohet për të ndryshuar jetën, për të mësuar apo për të realizuar ëndrrat e tyre, unë ju them mos u dorëzoni kurrë, vazhdoni, luftoni, pasi dia është një pasuri e çmuar që nuk u mbet koha edhe nuk u mbet vlera në asnjë kohë. Ju uroj nga zemra të gjithëve shumë suksese në hapat e juaj të ardhshëm jetësor dhe profesional. Patni një rrugë të mbarë dhe plot suksese. Faleminderit dhe urime të diplomuarve. Nga Fakulteti i Shkencave Humane, Komunikimi Gjuhësor, Emileda Haxho. Të nderuar drejtues të Universitetit Logos, të dashur pedagog, prindër, familjar, miq dhe ju të dashur koleg. Unë jam Emileda Haxho, studente e programit arsimit parashkollor. Është një nder i veçantë të jem sot për të përcjell në emër të studentëve të fakultetit tonë disa fjalë mirënjohje dhe reflektimi në këtë ditë kaq të rëndësishme. Ja ku erdhëm, në fund të një rrugtimi 3 vjeçar, të mbushur me sfida, pasiguri, orë të gjata studimi, sakrificë, por edhe miqësi, përvoja dhe kujtime që do na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Kur nisëm këtë rrugtim, secili prej nesh mbante me vete ëndra dhe shumë pikpyetje. Sot largohemi me shumë dije, me shumë besim dhe me bindje se jemi gati të ndërtojmë të ardhmen tonë. Në këtë ditë të veçantë, mirënjohja jone e thellë shkon për pedagogët tanë. Faleminderit që nuk na mësuat vetëm atë që shkruajnë në libra, por na mësuat të mendojmë, të kërkojmë, të reflektojmë dhe të besojmë te vetja. Faleminderit për durimin, për kushtimin dhe besimin tuaj tek ne. Pasi çdo diplom që merret sot një student qëndron dhe puna, dashuria dhe përkushtimi i një pedagogu. Një falënderim i veçantë shkon edhe për familjet tona, të cilat na kanë mbështetur. Faleminderit që na qëndruat pranë në çdo sfidë, që të besuat tek ne dhe që na mësuat të mos dorëzohemi. Kjo arritje është po aq e juaja sa dhe jona. Mirënjohje të veçantë Kolegjit Universitar Logos, i cili na dha mundësinë të formohemi profesionalisht, por mbi të gjitha të rritemi si njerëz me vlera.
Për mua, si e diplomuar në arsimin parashkollor, kjo diplom ka një domethënie të veçantë. Ne nuk kemi zgjedhur thjesht një profesion, kemi zgjedhur një mision. Kemi zgjedhur të jemi pranë hapave të parë të jetës së një fëmije, të zgjojmë kurreshtjen e tij, të mbjellim vlera dhe të ndërtojmë themelet e së ardhmes. Sipas Maria Montessorit, detyra më e madhe e edukimit nuk është të mbush mendjen me dije, por të zgjoj potencialin që fshihet brenda çdo fëmie. Ndërsa Loris Malaguzi, themeluesi i filozofisë Reggio Emilia, na kujton se fëmia ka 100 gjuhë, ka 100 mënyra për të menduar, për të luajtur dhe për të shprehur veten. Këto nuk janë vetëm citime për ne, janë kujtesë e përgjegjësisë që marrin sot, sepse fëmijët meriton të dëgjohen, të respektohen dhe të rriten në një mjedis që beson tek potenciali i tij. Të dashur koleg, sot nuk mbyllet vetëm një kapitull, sot fillon rrugtimi ynë. Le të ecim përpara me dije, me përullësi, me dashuri dhe me përgjegjësi, duke mos harruar kur se ndikimi ynë nuk matet vetëm me atë që u mësojmë fëmijëve, por me atë që i frymëzojmë të bëhen. Urime të gjithë të diplomuarve. Uroj të jeni gjithmonë mësues që ndezini dritën e dijes, ushqeni ëndrat e fëmijëve dhe lini gjurmë në zemrat e tyre. Shumë faleminderit. Nga Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, Besiana Çiko. Të nderuar drejtues të Kolegjit Universitar Logos, të dashur pedagog, prindër, familjar, miq dhe të dashur të diplomuar mirëmbrëma. Nëse 3 vite më parë, dikush do të na kishte pyetur se si do të ndihej kjo ditë, ndoshta secili prej nesh do të kishte dhënë një përgjigje të ndryshme. Sot nuk kemi më nevojë ta imagjinojmë, po jetojmë ditën kur përpjekjet, netët e gjata, projektet, provimet, gabimet, dështimet e vogla dhe fitoret e mëdha bashkohen në një fjalë të vetme, diplomim. Unë jam Besiana Çiko, e diplomuar në degën informatike zbatuar në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara. Për mua, ky universitet nuk është thjesht vendi ku mora një diplom, është vazhdimësia e një rruge që nisi 6 vite më parë në Kolegjin Parauniversitar Platon. Atje hodha te hapat e para të dijes, ndërsa këtu mësova ta kthej dijen në përgjegjësi. Dhe mendoj se ky është ndryshimi më i madh mes nxënësit dhe studentit. Studenti nuk mëson vetëm çfarë të di, ai mëson si të mendoj. Në informatik ne shkruanim kode, por në të vërtet në këto 3 vite nuk ndërtuan vetëm programe. Ato 3 vite ndërtuan karakter, na mësuan se pas çdo gabimi fshihet një mësim, se pas çdo sfide fshihet një mundësi dhe se suksesi nuk është talenti që të jepet, është disiplina që zgjedh çdo ditë. Në këtë moment dua të ndalem tek njerëzit që nuk kërkuan kur duartrokitje, por që meritojnë më të fortat, familja ime. Ju ishit arsyeja pse nuk u dorëzova kur lodhesha, qetësia ime kur gjithçka dukej e vështirë, besimi im kur vetja ime nuk mjaftonte. Sot kjo diplom mban emrin tim, por historia e saj është edhe historia juaj. Çdo sakrificë që bëhet, çdo fjalë që më dhat, çdo herë që vendos të ëndrat e mia përpara të lodhjes tuaj. Janë të gdhendura në këtë arritje. Nga zemra faleminderit. Një falënderim i veçantë shkon edhe për pedagogët tanë. Ju na mësuat shumë më tepër se sa lëndët që kishim në program. Na mësuat të jemi kureshtar, të mos kënaqemi me përgjigje të gatshme, të sfidojmë veten dhe ta shohim dijen jo si fundin e një rruge, por si fillimin e një tjetre. Faleminderit Kolegjit Universitar Logos që u bë vendi ku u ritëm profesionalisht dhe njerëzisht. Dhe faleminderit miqve tanë, sepse universiteti nuk matet vetëm me auditorët, ai matet edhe me njerëzit që ecin pranë teje, ndërsa përpiqesh të bëhesh versioni më i mirë i vetes. Të dashur të diplomuar, ne jemi brezi që jeton në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi. Por ka disa vlera që nuk dalin kur nga koha: ndeshmëria, puna, kurioziteti dhe guximi për të vazhduar edhe atëherë kur askush nuk të garanton suksesin. Mos e matni jetën me sa herë fitoni, mateni me sa herë keni guximin të filloni përsëri. Mos u përpiqni të jeni më të mirë se të tjerët, përpiquni të jeni më të mirë se ai person që ishit dje, sepse konkurrenti më i rëndësishëm që do të keni gjatë gjithë jetës do të jetë gjithmonë vetja juaj.
Sot marrim një diplomë, nesër do të marrim vendime dhe janë pikërisht vendimet tona, jo diplomat tona ato që do të shkruajnë historinë e jetës tonë. Prandaj, le të kemi guximin të ndërojmë pa kufi, le të kemi përulësinë të mësojmë çdo ditë dhe të kemi karakterin të mos heqim dorë kur nga ajo që besojmë. Në emër të gjithë të diplomuarve, ju uroj që rruga juaj të jetë e mbushur me dinjitet, me punë të ndershme, me sukses dhe mbi të gjitha me qëllime. Sepse në fund të fundit nuk do të kujtohemi për diplomën që morëm sot, do të kujtohemi për atë që do të bëjmë të nesër. Ju faleminderit. Studentët tanë vazhdojnë të jenë krenaria e Kolegjit Universitar Logos, edhe pas diplomimet. Arritjet e tyre janë dëshmi të vlerave, përkushtimit dhe formimit që i kanë shoqëruar në rrugëtimin e tyre profesional. Le të ndjekim së bashku disa histori suksesit të ish studentëve tanë, të cilat shpresojnë të jenë frymëzim dhe për brezat që po vinë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Enriad Hoxha, i student i programit Bachelor në Teknikë të Lartë Laborator Mjekësor, pranë Kolegjit Universitar Logos. Për gati 3 vite jam pjesë e ekipit të Genius Lab, një nga rrjetet laboratorike më të mëdha në Shqipëri, ku kam pasur mundësinë e zhvillimit profesional dhe aplikimit praktik të njohurive të marra gjatë periudhës akademike. Desha të falenderoja stafin pedagogjik të Kolegjit Universitar Logos për gjithë përkushtimin, mundësitë dhe gjithë njohuritë e zhvilluara gjatë kësaj periudhe akademike. Ju uroj gjithë diplomantëve të rinj suksese në rrugëtimin e tyre drejt së ardhmes. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Dajana Ustia. Për mua Logos nuk ka qenë thjesht një universitet ku kam studiuar, por ka qenë vendi ku jam rritur, kam mësuar, jam sfiduar dhe kam ndërtuar themelet e jetësimit profesionale. Pas 2 programeve bachelor dhe master shkencor, sot e kuptoj edhe më shumë vlerën e këtij rrugëtimi. Jam mirënjohëse që sot punoj në Fondacionin Fryma e Dashurisë, duke vazhduar të kontribuoj në fushën e arsimit. Me mirënjohje të thellë, kujtoj kryepiskopin e Ndjer Anastas, i cili me besimin, mbështetjen dhe përkushtimin e tij ndaj arsimit ka qenë pranë meje në çdo hap të këtij rrugëtimi. Falenderoj gjithashtu edhe profesor Jorgo Gajtanon, si dhe profesoresh Erleta Maton, por edhe të gjithë stafin pedagogjik dhe administrativ, për dijen, mbështetjen dhe përkushtimin që më kanë dhuruar gjatë viteve të studimit. Faleminderit Logos, sepse një pjesë e asaj që jam sot mban edhe emrin tënd. Përshëndetje. Unë jam Filip Furçi dhe jam i diplomuar në Kolegjin Universitar Logos në degën Financë Kontabilitet. Gjatë viteve të studimit kam fituar njohuri të vlefshme teorike dhe praktike, të cilat më kanë ndihmuar në zhvillimin tim profesional. Eksperienca në Logos ka qenë një hap i rëndësishëm në përgatitjen time për tregun e punës dhe karrierën time. Aktualisht punoj në fushën e analizës së riskut dhe underwriting, ku çdo ditë zbatoj njohuritë dhe aftësitë që kam ndërtuar gjatë studimeve. Vlerësoj shumë për kushtimin e pedagogëve dhe mbështetjen që kam marrë gjatë gjithë rrugëtimit tim akademik. Në fund, dua t'ju uroj shumë suksese të gjithë studentëve që diplomohen këto vit nga Logos. Besoj se gjithçka që keni mësuar dhe përvoja që keni fituar gjatë studimeve do t'ju ndihmojnë në rrugëtimin tuaj, pa aq sa më kanë ndihmuar dhe mua. Urime për këtë arritje dhe ju uroj që kjo të jetë vetëm fillimi i shumë sukseseve që ju presin. Përshëndetje, unë jam Mario Mema, i diplomuar në punë sociale në Universitetin Logos. Gjatë rrugëtimit tim profesional kam fituar përvojë në fushën sociale, përfshirë dhe angazhimin tim në shërbimin e provës, duke punuar për mbështetje dhe integrimin e individëve në komunitet. Jam gjithashtu autori i librit Rrugë të humbura, një vepër që trajton sfidat e jetës, reflektimin personal dhe fuqinë e ndryshimit. Misioni im si punonjës social është integrimi në shoqëri, përmes edukimit dhe mesazheve që frymëzojnë njerëzit të ecin përpara. Në vijim të kësaj mbrëmje festive, ju ftojmë të përjetojmë një moment artistik që i shton emocion dhe bukuri ceremonisë sonë. Kori i Kolegjit Universitar Logos, në ndrejtimin e zonjës Alginano dhe orkestrës, do të interpretojnë 2 këngë të përzgjedhura posaçërisht për këtë rast. Cila Perëndi, kur më zbret nga voskopoja dhe më jep një pikuj moj balluke e prerë.
Të pranishëm, çdo arritje meriton të vlerësohet dhe veçanërisht ajo që vjen si rezultat I përkushtimit, këmbguljes dhe dashurinë për dijen. Tani është momenti të nderojmë studentët tanë që kanë spikatur gjatë viteve të studimit, duke u bërë shembull frymëzimi për bashkëmoshatarët e tyre. Certifikatat që do të dorëzohen sonte janë një shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për punën, përkushtimin dhe rezultatet e tyre të shkëlqyera akademike në Kolegjin Universitar Logos. Për të ndarë këto vlerësime, ftojmë të na bashkohen në skenë dekanët e 3 fakulteteve të Kolegjit Universitar Logos. Profesor Doktor Artur Ribaj, dekan I Fakultetit Ekonomik. Profesor asociuar Doktor Spartak Bozo, dekan I Fakultetit të Shkencave të Aplikuara. Profesor Doktor Konstantinos Gjakumis, dekan I Fakultetit të Shkencave Humane. Bachelor Informatikë zbatuar. Donald Mema, Bachelor Informatikë zbatuar.
Bachelor Teknike Lartë në Laborator Mjekësor. Arbana Bytyqi, Bachelor Teknike Lartë në Laborator Mjekësor. Kristi Baka, Master Profesional Teologji Sociale dhe Praktik. Anis Çoçka, Master Profesional Teologji Sociale dhe Praktik. Spiro Kostoli, Master i Shkencave për Përkthim Profesional. Diana Ostia, Master i Shkencave Turizm Lirigjoz. Master i Shkencave Turizm Religjioz. Studenti dalluar, Fatbarda Kalbaj, Master Profesional në Financë Kontabilitet. Klea Mio, Master Profesional në Financë Kontabilitet. Klodiana Pojani, Master i Shkencave në Financë Kontabilitet. Master i Shkencave në Financë Kontabilitet. Tedi Spahaj, Master i Shkencave në Financë Kontabilitet. Ariela Mziu, Bachelor në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësor. Denisa Palushi, Master Profesional në Teknikën e Lartë në Laborator Mjekësor. Titi Kamone, Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laborator Mjekësor. Alma Gjaferi, Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor. Bachelor në Mësuesi për Arsimin Shkollor. Miribana Hoti, Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor. Raimonda Mena, Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor. Julian Bida, Master Profesional në Teologji Sociale dhe Praktike. Paula Aribaj, Master i Shkencave në Turizm Religjioz. Emanuel Zodze, Master i Shkencave në Turizm Religjioz. Sukseset e gjithë studentëve.
që fillon me ëndrat e fëmijërisë, vazhdon me vitet e shkollimit dhe kurorëzohet pikërisht sot. Kolazhi fotografik do të na sjellë çaste nga dëshirat që vijnë nga fëmijëria deri tek realizimi i tyre.
Të nderuar të pranishëm, drejtimi i një institucioni universitar që mbështetet mbi vlera më të larta të dijes, formimit dhe shpirtit, kërkon jo vetëm vizion, por edhe përkushtim të thellë, njerëzor dhe ndjeshmëri të veçantë ndaj brezave të rinj. Kolegji Universitar Logos udhëhiqet tashmë nga një personalitet që mishëron këto vlera me dinjitet dhe përkushtim. Një figurë me përvojë, me ndjeshmëri të thellë për arsimin e formimit shpirtëror, si dhe me dashuri të palëkundur për të rinj dhe të ardhmen e tyre. Me krenari, theksojmë se vizioni i tij për institucionin është vazhdimësi e natyrshme e themeleve të vendosura ndër vite, duke e çuar përpara misionin e Kolegjit Universitar Logos si një dritë dije dhe force formuese për shoqërinë. Në këtë moment të veçantë, kemi kënaqësinë dhe nderin të ftojmë për fjalën përshëndetëse fort lumturinë e tij, Imzot Joanin, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, si edhe presidenti i Kolegjit Universitar Logos. Të nderuar dhe të dashur pjesëmarrës, është një privilegj të ndodhem sot mes jush e të shoh fytyrat tuaja të gëzuara, sepse u munduat, punuat, u përpjekët, dhe tani janë në duart tuaja mbani frytin, që u poq me mundin tuaj, me sakrificat e familjeve tuaja dhe me përkushtimin e pedagogëve tuaj. Para çdo fjale tjetër dëshiroj të falenderoj nga zemra pedagogët dhe gjithë personelit e universitetit tonë, për përpjekjet e tyre, për zellin dhe përkushtimin me të cilat i shërbejnë veprës së arsimit. Dhe njëkohësisht u lutem që të shtojnë edhe më tepër përpjekjet e tyre në mënyrë që të shtohen studentët tanë. Sepse në universitetin tonë nuk përcjellim vetëm dije të thatë, përcjellim dashurinë për jetën, dashurinë për dhurimin, dashurinë për krijimtarinë dhe origjinalitetin. Dhe kjo është një dhuratë që meritojnë ta shijojnë sa më shumë të ri. Diploma që mbani sot në duar nuk është thjesht një letër, as një titull nderi. Është një dëshmi me përmbajtje të thellë shoqërore, që tani e tutje shoqëria ju njeh si specialist, secili në shkencën e vet dhe në drejtimin që ndoqi. Dhe bashkë me këtë njohje ju beson dhe një përgjegjësi, të jeni ju ata që secili në fushën e vet do të informojnë, do të orientojnë, do të ndihmojnë edhe të tjerat. Prandaj ju drejtoj një nxitje atërore. Mos u ndalni kurrë së zhvilluari. Mos u ndalni kurrë së thelluari. Mos u mjaftoni me njohjen e mirë të shkencës suaj, ashtu siç ka arritur ajo deri në këtë çast. Guxoni. Pse jo? Të afroni dhe ju nga përvoja juaj, nga mundi dhe kërkimi juaj, diçka më tepër në fushën tuaj. Mos e quani të vogël këtë kontribut, sepse guri i vogël që do të shtoj secili prej jush e ngre njerëzimin një shkallë më lart drejt diçkaje më të mirë. Në fund të fundit, po të vështrojmë udhëtimin e njeriut në përhistori, do të shohim se është për herë një udhëtim kërkimi dhe zbulimi. Kërkimi para se gjithësh i së vërtetës dhe më pas i përmirësimit të jetës, i përballimit të rreziqeve, të sëmundjeve, i gjithçkaje që kërcënon ekzistencën e tij në këtë botë. Në këtë perspektivë, çdo përparim i vërtet i shkencës është përparim i bekuar, dhuratë dhe njëkohësisht fryt i mendjes që Perëndia i fal njeriut. Mbani mend, pra gjithmonë të jeni njerëz të besimit, të entuziazmit, të dhurimit dhe të gëzimit. Shoqëria jonë këtu në vendin tonë ka nevojë të madhe për njerëz të tillë. Jetojmë në një botë që bëhet gjithnjë më egocentrike, ku secili mbyllet në vetvete dhe në interesin e tij. Sot më shumë se kur shfaqet e domosdoshme nevoja që njeriu të dalë nga vetja e të kthehej drejt të afërmit, të ofrojë dhuntit dhe dhuratat me të cilat e pajisi Perëndia dhe me dijet që fitoj me mundin e tij.
Dhe këtu fshihet një sekret që uroj ta zbuloni të gjithë. Gëzimi i fshehtë dhe mistik i kësaj jete nuk gjendet tek marrja, po te dhënia. Këtë e shpall apostull Pavli duke ruajtur një fjalë të vetë të Zotit. Është lumturi më e madhe të japësh se sa të marrësh. Gëzimi të shohësh fytyrën e atij që ka nevojë, të atij që vuan, të ndriçohet, të lehtësohet nga dhurimi yt, nga dashuria jote. Ky gëzim nuk blihet dhe nuk fabrikohet. Ai u falet vetëm zemrave që duan të ngjajnë Perëndis. Prandaj mos e shihni kurrë profesionin tuaj, specialitetin tuaj, orientimin tuaj profesional vetëm si mjet pasurimi ose mbijetese. Shiheni atë si një mjet durimi dhe dashurie. Dhe ju siguroj, do të shihni sa shumë do të përparoni në fushën tuaj kur ta përqafoni objektin tuaj me këtë perspektivë. Sepse gjithçka që bëhet me dashuri, bëhet edhe me frymëzim, me pasion, me plotësi. Dhe kjo herët avon jep fryte. Më lejoni në mbyllje të ndalem tek emri i institucionit që u rriti shpirtërisht gjatë këtyre viteve. Ky universitet mban emrin e Logos. Logos në greqishtën e lashtë do të thotë aftësia e mendimit, aftësia e gjuhës e të folurit. Njëkohësisht ai është një kuptim shumë i gjerë që përfshin ndoshta vetë inteligjencën. Kushdo që vëzhgon me kujdes ndërlikueshmërinë dhe harmoninë e botës, dallon se pas saj fshihet një inteligjencë, një logos. Logos i ka dhe kuptimin e qëllimit. Kjo botë nuk është pa qëllim, ajo ka një arsye. Dhe arsyeja për të cilën ekziston është vetë logosi, fjala. Të dashur student të diplomuar. Me këto mendime ju përgëzojmë nga gjithë zemra. I lutem Perëndisë së gjithëmirë të bekoj hapet tuaja, të drejtojë zgjedhjet tuaja, e të kurrizojë me sukses mundin tuaj. Përgëzojmë gjithashtu prindrit tuaj, që me sakrifica, privime dhe lutje ju shoqëruan deri këtu. Dita e sotme është dhe festa e tyre. Dëshiroj që ta keni gjithmonë mirënjohjen dhe falenderimin për gjithë njerëzit që janë përpjekur përpara jush. Në këtë çaste duhet falenderoj kryepiskopin e nderë Anastas për vizionin e tij për universitetin dhe përpjekjet e tij pa kursim për ta bërë këtë shkollë, një shkollë ku të mësohet jo vetëm thjesht dija, por të mësohen edhe vlerat njerëzore. Përgëzime të përzemta për të gjithë ju. Perëndia ju bekoft, ju ndriçoft dhe ju shoqëroft në çdo hap të jetës suaj. Ju uroj karrierë të mbar, një jetë të qetë dhe me gëzim të vazhdueshëm vazhdimisht. Faleminderit. Bekimin për të lumturia juaj. Dhe tani, vjen momenti më i shumë pritur i kësaj mbrëmjeje. Momenti që kurorëzon vitet e studimit dhe përkushtimit. Ftojmë të gjithë studentët e diplomuar të marrin certifikatën e tyre. Adela Vrapi. Antonella Dervishe. Arbana Bydyqi. Ariela Mziu. Bronilda Peca. Elvira Koti. Fabiola Lika. Iliana Dedo. Claudia Dosku. Klea Kullolli. Levisa Bufi. Marinela Kole. Matilda Zenaj. Reina Qerma. Samantha Simaku. Sivora Daja. Suzana Hajiraj. Barbara Kola.
Aida Menalla, Casey Nico, Ilma Boduri, Esther Hoxha, Mikaela Agulli, Denisa Palushi, Mario Pinhaku, AC Tsaray, Elisa Daci, Lorena Kasmi, Zana Domi, Erla Bengu, Alex Taco, Alessia Lika, Anes Mone, Artet Laze, Besiana Chico, Joel Rama, Artet Laze, Cledisa Tani, Ejon Dervishi, Besiana Hoxha, Belkize Hacimeti, Sonila Hoxha, Sarmela Nenada, Erion Merjani, Jem Hoxha, Ardiol Disha, Claudiana Pojani, Eftimika Tako, Agron Hysa, Markelin Tenishedziu, Diana Maluta, Hajo Alka, Patricia Leno, Taida Dibra, Jay Alka, Alma Jaferi, Raimonda Mema, Senada Shtufi, Mirivana Hoti, Niselda Myrtaj, Imelda Aldervishi, Emileda Hajo, Etleva Sefoli, Besnira Kreko, Eliona Nurka, Amarido Tashi, Diana Ustia, Adspiro Costoli, Geraldo Sopaj, Fatbarda
Kolegjit Universitar Logos. Pas shumë viteve pune dhe përkushtimi, ka ardhur momenti të festojmë së bashku. Ju ftojmë të gjithëve së bashku të ngjiteni në skemë për fotografi zyrtare dhe për momentin simbolik të ceremonisë. Le të numërojmë së bashku. Atë i kem fare ne. Le të numërojmë së bashku. Le të numërojmë së bashku.